Më 22 mars në kishën e Kryeangjëllit Mikail në fshatin Bubullim në Lushnja, u mbat një ditë e veçantë për besimtarët ortodoks. Hyrësia e tij mitropoliti i Beratit, i Vlorës dhe Kaninës, Imzot Asti, kryesoi liturgjinë hyjnore së bashku me klerikët bashkëmëshues. Në këtë ceremoni të rëndësishme u shënua dhe një moment i veçantë për komunitetin ortodoks, pasi hyrësia e tij, Imzot Asti, gradoi nga grada e diakonit në gradën priftërore At Aurel Bardhon. Shërbesa e mëngjesit filloi në orën 8, ku ambientet e brendshme të kishës u mbushën me një numër të madh besimtarësh nga zona të cilët morën pjesë në lutjet hyjnore dhe bekimin e kësaj dite të shenjtë. Për komunitetin ortodoks të Bubullimës, ky është një moment i rëndësishëm jo vetëm për bekimin hyjnor, por edhe për praninë e At Aurel Bardhos, një djalë i kësaj zone që tashmë do të jetë çdo ditë mes tyre në lutjet shpirtërore dhe në udhëheqjen e besimit ortodoks. Liturgjia hyjnore u përmbyll sipas programit të përcaktuar, ndërsa televizioni Apollon i uron At Aurel Bardhos suksese në shërbesën e tij, duke e cilësuar si një njeri me vlera të larta humane dhe një udhëheqës shpirtëror që përçon mesazhin e Krishtit dhe besimit ortodoks.